Ti na ban disa njerëz të babit na ban në gurin tën. Dhe kështu jeta vazhdoi. Kështu që unë dënon se e kërkova vetë divorcoheshim. Më vinte gjëna se pa ishte imi. Ajo ishte një disha që nuk shkonte, se një dhomë me guzhin kishin. Ama jo, gruaja vetë falenderoj edhe nëpërmes kësaj video. Unë nuk ka zgjidhje tjetër. Po vetëm kjo ka vetë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju e dini, mund të abonojeni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të kem një zonjë, ajo është 61 vjeç, është shkodrane, quhet Gjustina Lumaj, e cila sot do të rrëfej jetën e saj të dhimbshme. Do të jetë një rrëfim goxha i ndjerë ditën e sotme. Një grua që u martua, por pas 7 viteve e la burrin të lirë që ai ti ishte i lumtur, një histori shumë prekse do të dëgjojmë sot, ajo është duke më pritur, kështu që hap dritare dhe e ftoj. Gjustina, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje zonja Edeta dhe të falenderoj shumë që erdhët në shtëpinë time. Po më duket sikur të kem këtu në dhomën time. Me këtë live vërtet erdha në shtëpinë tënde. Jemi live me Shkodrën. Për të dëgjuar këto problemet e mia, por edhe unë të kërkoj pak falje. Kërkoj edhe ndjes nga sepse dua edhe të flas diçka për ju. Më duket se sot mos keni pas dhe një përvjetor në familje. Ke parë një postim të babait tim të ndjer. Po nuk e di për kur ishte dhe se unë të komentova diçka. Faleminderit. Jo, duke ditur që jemi në botërorin e futbollit. Me këtë rast se kemi kuptuar. Baba im ka qenë një ndjekës, një dashamirës i futbollit, e ndiqte shumë futbollin, edhe bëra një status për babain tim që po e ndjekun. Po si lexova, këtë botëror për ty. Kur ishte, gjithsesi, prapë nga zemra. Të falenderoj. Ja ku shllinje sinqerta dhe babai është shumë të falenderoj zemra. Të falenderoj sinqerisht nga zemra që sepse është ngjarje që e kam përjetuar me një mënyrë tjetër, dikush në një mënyrë tjetër kështu më radh. Jeta kjo është, përjetojmë dhimbje gjatë jetës kur na largohen njerëzit e dashur. E dashur Gjustina, jemi shkruar të dyja këto kohët e fundit dhe ke kërkuar që të jesh pjesë e programit tim sepse ke probleme. Po. Ju jetoni në Shkodër? Po, unë jam lindur dhe rritur në Shkodër. Faktikisht, unë jam rritur me prind divorcuar, që ishë moshën 6 muajsh, sepse ashtu erdhi puna prindve dhe unë dalë. Unë herë jetoja me nanën, herë të babi, herë të agja, herë të daja, gjithsesi, pak kohë me nanën, pak kohë me babin. Derisa në një mosh, 14 vjeçar, unë shkova përfundimisht te nana dhe jetova me nanën. Nga aty pastaj u martova dhe mora një burr nga Malësia e Madhe, se edhe unë e kam origjinën nga Malësia e Madhe, nga Silca Vermoshi, pavarësisht jam një rritë Shkodër. Por sa vjeç e dashur Gjustina u martove? Porno? Sa vjeç ishe kur u martove? 19 isha, 19 vjeç, isha në vitin e 4 të shkollës mesme, dhe nisja të gjimnazit. U martova me një burr i mirë. Gjithsesi dua të them dhe pse prindit e tu janë divorcuar kur ti ke qenë foshnje, je rritur me dashurinë e të dyve. Po, ajo është e vërtetë. Nuk më kam penguar një tjetër me shku të nana ose të babi. Bila dhe kur babi është martu, ka ardhe nusja babit ma shumë 2 motrat, edhe jena taku kështu vazhdimisht. Më vjen mirë. Ke dy mot? Nuk kanë pas probleme. Pavarësisht se ata nuk kanë kombinu bashkë, por gjatë momenteve tjetës, mas divorcit, ata kanë pas respekt për njërin tjetër dhe për familjet të tjere. Më vjen mirë, por i ke 2 motra nga babai, po nga nëna, ke motra vlezër? Kam 2 motra, jo, me nëna me babi jam vetëm unë vajzë e vetme, edhe aty një ka vdek nana, pra jemi, si më thanë, pa prind. Jo. Edhe 2 motrat, edhe një motrë më ka vdek në Tiranë, ka vdek moshën 27 vjeçare, se ka kenë smur, ka lënë 2 fëmijë të jetën. E qartë. Këto i ke motra nga babai, po nga nëna? Nga babai, edhe atë që më ka vdek në Tiranë, ka kenë motrë nga babi. Po nga nëna, ke motra dhe vlezër nga nëna? Jo, nuk kam. Ja, nana nuk është martu mua, më ka rritë vetëm mu. Pavarësisht se me vështesi nga një herë deri në 5 vjeç, që më sa më ka lanë të një
shumë që saj që mante fëmijë, kështu aja mante në kohë fëmijë, ishte edhe një djalë vetëm edhe mante edhe fëmijë. Dhe tash me quaj djalin, po thuj se si vlla, është martuar, ka punët e vet. Po gjithsesi, kështu është jeta. Jam rritë me thonë, ju krejt me prindrit e një. Sa me i saktë me. Po pse atëherë u martova prind. Nëna nuk u martua kur? Jo. E keni jetë nënën? Jo, asnjëri nuk jam. Babi bën në qershor me 25 bën 13 vite, ndërsa nëna në nënor me 28 bën 12 vite. Kanë një vit e gjysmë diferencë që kanë vdekur, domethënë. Që janë larguar nga kjo jetë, qofshin të parajsës. E qartë, u martove kur ishe 19 vjeç në Malsinë e Madhe. Po, u martova burri ishte nga Malsia e Madhe, po unë e mora burrin në shtëpi, për i bana pashpërtizimin siç ka kanë koha atëherë. Edhe jetuam disa vite bashkë, por nuk kishim fëmijë. Problemi ishte tek unë, problem shëndetësor, sepse pata problem në shpërtimin e apendicitit, edhe kështu që më bëri probleme gjithanshme. Këtë mësoshe njekuj asaj kohë ka në doktor i nderuar Rami Safizi, që më ka operu, edhe 7 minuta mos kisha artis, nuk kishe pas jetë masë, e shpërndohen gjithë trupin e problemi. Kështu që unë pështova, po në është ma mirë dhe ishte kanë që kisha shku qysha atërë, se sa kisha vujtë të një. Jo, mos ma thuaj këtë fjalë, do të dëgjoj e kuptoj që ke dhimbje që do shpresh ditën e sotme, por jeta është e shenjtë. E dashur, Gjustina, ti e mori bashkëshortin të shtëpia jote, ku jetoje ti? Po, tek nana, sepse nuk ishte pashaportizim aj, dhe u pashaportizuam, u kurërzuam, dhe me e më pakot të nana. Mirë po nanë, si doli shpia nga lagja, nga që ka kanë atë që ishtë ndashi lagja, edhe nana tha që në lagja dhe e shpin vajzës edhe vandrit. Se nga s'kishim ku tjetonim, edhe ishim qëtëri, nuk ishim, të me thonë nësi asë për, unë isha në vitë 4, shkullës mesme. Nuk isha nësi asë për me marë qëra dhe burri ishte jo shumë i njoftën këto, po kështu që ne nga banë disa njerës të babit nga banë në burin të, dhe kështu jeta vazhdoj, fëmijë nuk kishim atëherë kur u operova, jetuam edhe 8 vite të tjera, se 8 i bane bashkë. Kur operova, jetuam edhe 8 vite, se nga Allah një parë sigurie që do kishim fëmijë, po nuk kishim fëmijë. Kështu që unë dhe nësa e kërpova vetë i vësoheshim, tani burri ka gjithë fëmijë e rritë zotit, qava e ka me jetë, edhe bashkëshortën edhe ka një jetë tjetër të utëm. Ndërsa shpinë, se këto është gjithë problemi, ndërsa shpinë... Por dale, më lërë të të pyes, se kemi ko sot në këtë live... Jo kam holi më smarkuen dhe nevojshme ty. Jo, e kemi ko, do të shfryzojmë ko dhe në fund në këtë live. Faleminderit shumë faleminderit. Ti nuk u bëre kur nën, sepse pate probleme. Jo, asë njërë. Dhe vendose... Ne nuk kishim, në falë se për të në presë, ne nuk kishim mundësi që kishim... si që janë sot këto problemet të njëra që kanë zgjidhje. Ne atër nuk ishim zgjidhje, se s'kishim pare. Ishim njërës bërë. Sot ka alternativa. Pasë ishim zgjidhje për shtmetin të që të avancoja, ose të bënim të mjetët që kanë atani, ose edhe të adoptoni një fëmijë, nuk ishim zgjidhje. Ishim shumë të barbën. Edhe fëmijët nuk na jetë të shteti, se ato dojnë kushtet. Do të mëshin kushtet një pa kushtet në tjetë të shtetit. Dhe ti shpresove... Që ne mbetëm poku. Ti shpresove që do silin një jetë fëmijë, 8 vite, le të themi prite, dhe vendose që burrin ta lihet të lirë që ai të bëhesh baba dhe të martohej. Po, me që kishim edhe 8 vite tjera, 8 shkume, kështu që vendosa që divorcoheshim. Ai me pak vështirësi e pranoj, po gjithsesi, në fund e pranoj. Por pse nuk donte, faktikisht shumë e falenderoj atë njeri, sepse nuk donte që divorcoheshin nga unë. Si reagoje? Po në shifsha se ka shumë malë për të një. Mashim një matëse, kena majtë 11 vite një matëse. E mashim shtjeve në vinte gjëna se pa ishte imi. Që që mendove, divorcohem. Por si reagoja i kur ja kërkove këtë gjë që do ndahemi? Se ti kaj shumë e ke dashur sa ke dashur që ai të bëjë baba dhe të gjente një grua tjetër dhe të ndahej nga ty, të kuptoj. Por si reagoja ai kur ti ja komunikove këtë gjë? Nuk e pranoj me qenë, nuk e kishte me dëshirë. Po gjithsesi unë isha e vendosur. E dashur Gjustina, që mos ta pengoja njëri ta njëtën, edhe kushtet i kishin pakjet të mira, të jetesës, kështu që sa shaj do krijoj një tjetër, dhe gjeno shaj një njëri tjetër që do të ketë më shumë
kushte vaj për jetën e tij, edhe unë jam mësu shumë kur I kanë vinë 2 fëmijët aty. Jam mësu shumë vërtet, sepse më dukshi sikur të ishin fëmijët e mi. Pavarësisht nuk kam komuniku shumë në rrugë, po jo që të shkoj e ti. Ama jo, gruaja vetë e falenderoj edhe nëpërmes kësaj video, e falenderoj shumë se ka thënë kur doj le të vi. Ka jetu 16 vite me këtë burr, e di se nuk kanë pas probleme tjera për fëmijë, janë divorcu të vi kujtoj, po mu në vite zërë më shumë, nuk kisha nuk e njësha vetën, domethënë për më shku aty. Dua të bëj një pyetje. Si e more këtë vendim? Sepse në botë ka plot çifte që nuk mund të sillin dot në jetë fëmijë, qoftë e ka fajin burri apo gruaja problemi shëndetësor, por vendosin të jetojnë bashkë, ndoshta edhe nuk mund të birësojnë fëmijë. Ke marrë një vendim për të shkatëruar një familje, për ta lënë veten tënde vetëm? Pse e bëre këtë gjë? Asë nuk e di, nosha më shumë nga mirësia që ja të kishte fëmijë, edhe nuk e di, më duk të dedi e randë, më thonë që nuk kam fëmijë. Unë e shifështa se ajo shumë I dhënë më fëmijëve, I do të edhe fëmijët në rrugë, si kurse unë, ashtu, po ne s'kishim edhe kushte, ishim fukara shumë. Nuk e di, thosha e të pakten, njani prej nesh shtojnë, që se dhe ta quim shtojnë. Sa vjeç ke qenë kur je divorcuar, Justina? 35. 35 vjeç. Çfarë ndodhi me jetën tënde pas divorcit? Pas divorcit jeta ime nuk ishte shumë e mirë, ne u ndam aty, ndam me një shumë parësh të asaj kohe, njeri do të dete, se njeri të martote. Unë praktikisht ma shumë e kisha për mos më martu. Unë për vetën. Po me që në disha se burri do të martoj, pa tjetër, atër ne vendosëm që shpinë të ndavim për gjysë në kuptimin e kësaj se shpia nuk ndahet, burri më sa ti merr kuzhinën, unë do ma dhomën. Po aja për bashkë. Ajo ishte një disha që nuk shkonte se ne dhomë me kuzhinë kishin. Atër ne vendosëm që njeri nga ne tjepte një shumë paresh, edhe njeri të largohej. Po mirë, kjo shtëpia nuk ishte në nënës tënde, ç'pun kishte burri në atë shtëpi? Po, në atë shtëpi unë kur isha me burri ka shku në shtëpinë. Në emrin e tij, bashkë me bashorte, në të dy e kishim shtëpinë. Prandaj ne se jo, nana nuk ishte emër aty. Nana na dhani, na fali ne atë shtëpi. Po pra, nëna ta fali ty si shtëpi? Po të dyve bashkë. Po e se së mua. Nuk e trashëgove ti, do më thënë, si shtëpinë tënde që ai s'kishte lidhje në atë shtëpi si ishte dhëndër. Kështu patja punë, se nuk u mendonte se do vinin deri aty. Kështu patja. Pra ajo shtëpi ishte në emrin tënd dhe në emrin e burrit dhe vendosët të qytetëruar të dy ta ndanit shtëpinë që dikush t'i jepte parat dhe ta mbante të gjithë shtëpinë. E qartë. Aty ne vendosim një shumë parash aty, pavarësisht se nuk u bë kreta, e shumë që në nume, edhe unë prapë në zemër gjësi, thash nuk ka problem. Mos I gjenë se më thanën ke ka çfarë, se është nevojshme më ta themellë me shifër, po nëse jo, nuk ka rëndësi shifra. Ai të dha parat. Pa, edhe më thanë një pjesë tjetër do të prapë lavona, që sa më dhe një pjesë tjetër do të. Po unë thash nuk ka problem. As gjatë tjetër me kaq po e lam, s'ka problem. Se unë e disha se s'ka ku t'i marrin, asa edhe e ditë për mua s'kam ku t'i marr, po të partën ato para e siguroj. Në atë kohë bëjë fjalë për 2 milion. Për 4 milion u vënë në shtëpia, po 2 milion pasaj kohë, dhe takon me regjimin tjetër, unë pranova të marr 2 milion dhe mos t'i presa 2 milion tjera. Pra, ti more 2 milion? Mos qeshtoheshim, se jo mi dha më mirë dhe nësa kaq do të marrë dhe s'ka problem. Edhe në sa merë qatë dush në shtëpia, gjithë ta orientim të meri. Unë nuk I mora aq sa. Kisha mundësime I marrë. Nuk I mora. Pra, ti more 2 milion lek? Qatë dushti. Edhe unë do me mirë kuptim. Kaq ishte vlera jonë, unë damë dhe unë shkova të nana. Po? Atë parit në të në bankë. Shkova të nana, po dhe nana kishte shtëpi të keqe, e kishte 2 dhoma jo të mira, edhe baja nuk ishte mirë, do të thonë nuk kishte mundësi që të mante edhe mu. Po, unë dhe nëse, sa nana I thashun, ato pare që kena po e rregullojmë, jo, tha nana, nuk t'i luj paret. Atë unë dhe nëse gjej një shtëpi me qera. Dhe të ndajshë prej nanës, po? Po në atë lagjën ku kam banuar me burrin, por pak më me, gjeta një shtëpi me qera. Ishte e levërtishme ajo shtëpia, 50.000 leka 60, nuk e di mirë tash se ka kohë që ka kalu,
Po. Edhe unë punoja, hyra edhe një kurs për italisht, tek një xhamia, sepse me drejtësinë që më ka tani, hyra në një kurs, vazhdova një vit kursin aty. Jo dhe për të mirë, nuk më shkoj kursi se edhe punoja dhe pak edhe vetëm e trazinat ishin, dhe më thonë, nuk, edhe nisha vetë dishan divorcume, nuk e gjithë se si më dukte, nuk isha mësuar me këtë epitet. Po gjithë se si e kalova, kursën e mora certifikatën, pastaj, nana më tha hajde këtu, mos paguaj shtëpi me qiratët. Po mërësha dhe i pare me hangër atje, se nështë nuk më dulte prej punet, edhe vazhdoja e pagoja kursin. Nuk ishte kushe diqa kursin, po gjithë se ti duhet paguaj. Erdha të nana për. E le shtëpi me qira dhe u ktheve tek nëna. Po. Por dua të të bëj një pyetje. Në momentin që more këtë shtëpi me qira dhe ishe afër shtëpisë ku kishe jetuar me ish burrin. Po. Nuk më larg, ju krejtësisht në këtë vend, por në një të lagje. Në një lagje, kur shkëmbeshit në rrugë, flisnit me njëri tjetrin? Në ka pas rasën që në shkëbyjna për shtënajt. Por ma shumë në kam pas drejtim tjetër, a kishte drejtim në rrugë tjetër, ma dhe dhe gjithmonë, unë takote rrugë tjetër për të shku në punë, e për të shku në kurs, dhe të kisha një rrugë tjetër. Nuk ishte se i kishim rrugë të njëjta, por edhe kur të takoshin, po, një për shtënajt, jasë gjomë shumë. Po kur ai u martua dhe solli grua në shtëpi, në atë shtëpi që kishe jetuar. Nuk isha aty. Ishe larguar në atë kohë nga ajo lagje. Atëherë po shkova tek nana. Nuk je shkëmbyer asnjëherë me gruan e tij. Po ka takuar në rrugë, po të dy dhe i kam përshëndet. I ke takuar të dy? Po i kam takuar, i kam përshëndet. E kuptoj. Atëherë unë shkova te nana, edhe unë nova, po ai tregunon si shkova i mora ato. Një pjesë paresh atje, se ato dhe shkojnë të harxhuesin. Na ja paktu në shkollë që venosa që nana ta rregullonte pak me ato zisja në qëni do bloqe, që kanë dalë të tje, ta batit një mamë një në love, e bani për mu. Nisa shio, këtë muajnë e tje, o tha, në bashkë do jetojnë, kështu që e bame si tip një në dhomë pjetit, një të si gushinë, pak koridore, di qa rregullune dhe bajën, edhe jetova disa vita të tek nana. Po, unë shkova edhe në Kosovë, pak, punova në një fabrikë, si ku se punoj këtu, pronari ishte shokit 2 pronarëve që kam punu pavinë dhe bani dhe quhet jo pavarësisht se nuk e njihti, po si jam në takimin e gjuhë. Po. Edhe të Femi Golenit. Do të thonë ishte ai pronari atje ishte shokit të dyve. Po hajde tha me gjithë qef. Ai thash po shkova me një shoqe të nas me burrë me 2 vajza të tyne. Tha çaj se nosha diça erë kishte më vlerë atje. Edhe po shkoj po punoj atje. Atje punova disa vite. Një për gjatë të vite më vdiqe dhe babi edhe nëmë. Fatkesisht, unë dhe nëna dhe baba. Erdha këtu, kur ama gjatë të viteve, babi nuk i pëlqej shumë që shkova atje. Pse? Edhe nana, hajta nuk po ta përishti, tha, dhe që është pagesa maj mirë atje. Por pse nuk shkova punova. Pse nuk donte babai në atë kohë? Nuk e di, nga që ishte vend tjetër, apo mund të qute edhe shtet tjetër në atë kohë, nuk e kishte shumë që lajgimit e. Sepse ma që unë s'kisha vlla, babi ndam, vetëm me nanën, nuk e kishte shumë e qitë. Po gjithsesi u pajtu masa me mrapa, po në pari që më punoj me rregull, nuk kam me një problem, u pajtu. E deshu Gjustina, doa të të bëjë një pyetje. Sa herë që i visha të nanës, dhe për çdo muaj ka marrë. Që e vizitore. Ka rastisë 2 herë në muaj. Ka marrë për çdo muaj të nanës, sa herë visha të nanës, shkosha takosha dhe babin, edhe nisën e babit, edhe ti motra. E deshu Gjustina, dua të bëj një pyetje. Në momentin që u divorcove, le të themi nise të punoje, edhe momentin kur humbe nënën dhe babain, për veten tënde çfarë kishe menduar? Kjo është më e keqe. Këto pasoja e dini sot. Mësoshin të shi na i thojmë ka na jonë paqin dritë të dy si nana si babi. Mësoshin mu i vajzë. Se nuk shkom ti në bashkime, ba kërkesën për shpi se je pas drejtë. Se në fund punit të shi të nana isha, në kuptimin e sa nisha e martume, pavarësisht se nana nuk që t'jash, pavarësisht se isha divorcuar, po nana s'kishte shtëpi për vetin se ma lëvën shtëpi. Edhe nuk kishim kushte shumë mirë aty, me thjesht sa bëm diçka sa për xhonurin ditë mia. Unë thosha, hajt me nanë se ka po, hajt me babi se ka po, po në nësha se do rri gjithmonë e re dhe për njësë desin po. Ishte gabimi mentaliteti janë gabim, që sot i vuja të pasoja. Po për veten tënde, për jetën tënde në kuptimin do jetoje e vetme,
nuk do krijohej më asnjë lidhje, asnjë raport. Për veten tënde çfarë kishe menduar në këtë drejtim? Po kështu e kam menduar. Kështu se mosha më ka ndodhur disa raste kishin fëmijë, edhe unë nuk kisha që me qenë njerë. Sepse ajo motra në Tiranë, që ka vdek, ajo ka pas një nan tjetër. Babi është martu 3-4 herë, se ka pas pak problem martesa. Edhe, jo se ka ke njëri keq, po që disi e ka mentalitetin e vetasin. Nuk është për shtata diqa. Nuk i kanë funksionuar martesat, e kuptoj. Mbaret, po. Edhe kjo ka kene punit, kjo që kam dy motrën nga babi, po ta janë të në kënë të reja, unë jam të amanë sikur me kënë nana e tyne, se babi ka marrë nusën e reja, unë 4 vitesh kam pas diferencë me nusën e babi. Këtë punit e ka marrë 3. Po babai do ke qenë i bukur? Pa tjetër. Kur në atë pojnë e ti ka kënë sus, atje tek vendlinjat në sejtë, në atë në Kelmen, që quhet, më vonë ka kalu me policinë shtetënore, ka kalu shumë njëri me policinë e shtetit. Në Shkodër, duka gjenë thejtë, në Kelmen, në shumë zona. E qartë. E dashur, Gjustina, më falë që të pyes. Mësa me ka kalu me policinë private me këto siguritat dhe që në qëmë këto. E qartë, më falë që të pyes, sa vjetë që je? Unë sot jam 61 vjeçë. Nuk ngjan fare, se the unë sot jam nën për ato, për motrat, dhe prandaj të pyeta për moshën, por nuk ngjan fare që je 61 vjeç. Të 14 vjeçë, 38, 14, për motrat mama tyne jam. Mirë, për moshën po, por në pamje nuk ngjan fare që je 61 vjeç. Jo, shumë, sojnë edhe njerëzit e babit, edhe shoqënia e puna, pavarësisht ne kena pas halli probleme gjithë jetën, ku kërave është kjo. Kryesore, dhe ty të gjos këta pas, po me të sot drejtën zonja Veta i kam gjallë prindes, edhe ata shumë të rrjedhe në moshën e ty në babi 77 vjeç, unë njitën 4-5 njite. E qartë. Se s'kishte është nësore e babat, ishte trashëgohet. Ka ershëm. Edhe nanin e kam pas aktive në punët tanë, po. E dashur, Gjustina, do të pyes për problemin që realisht i ke marrë, por më falë që të bëj herë pas here pyetje dhe të ndëry. Nga momenti që u divorcove, nuk pate më asnjë raport, asnjë lidhje? Jo, nuk më pëlqejt asgjë, hiç. Më duk sikur 16 vite kam jetu me një burr, kam jetu një jetë. Dhe kështu që edhe një poezi që e kam pas bërë, e kam pas shkruar një jetë me ty. Se më shkruaj poezi, më thoshin njerëzit ja ke dediku burrit, jo thosha se nuk dosha që ja shoh pa mo. Por pse? Kjo është jeta. Pse ke njerëzit më të mirë se burrit nuk do t'i gjesh atë. Burrin më të mirë se sa të tjerë, s'do gjesh asnjë burr tjetër më të mirë se sa burrin që kisha. Jo, unë dua të pyes. Njëri buti, urti sinqert, unë në herë ka dosh, tjerë se ka dosh, ka pas shkruar në për gazeta. Unë e kuptoj që burri jot i parë ka qenë dashuria e parë dhe e fundit për ty. Po. Por pse e ke dënuar veten tënde kaq shumë? Nuk e di. Ashtu, kush e di se si më krijuar ideja që mos patohem mos. Ja kam dalë vetëm, në shumë raste. Vetëm ky është rasti i vetëm që nuk ja bën dot. Në gjitha rastet. Edhe atje ku kam qenë në Kosovë, me punën që punosh atje, me pare të gjirës që i kisha atje, shkosha se ajo zonja e lokali, se kam punuar një lokal atje, po shumë, punosha me lapjatat atje. Edhe ajo njëte, ato gjirën e lokalit e qosha natë, nuk e dim ka një muzoti, asë një problem se kam pas askon. Ke qenë zonja, e qartë. Problemi më i madh që nuk ja kam dalë, vetëm i ky rast si punë të shtëpisë. Dhe çfarë ka ndodhur? Dhe dua të dëgjoj, çfarë ka ndodhur me shtëpinë? Me shtëpinë, atëherë unë me shtëpinë të nana, ka tregoj të pjesë. Se nana vdiq. Po. Unë ktheva nga Kosova, normal, nuk ktheva, nisha të shqiptar aty kry muji, po do të thonë që kur nana vdiq, ajo shtëpi ka qenë shteti. Ajo është quajtur diçka këto zyrët e frontit demokratik në të kohë, që u bashin ledhje, u bashin këto votimet, po aty pa të strehu shtetit 12 familje. E qartë, në këto godina. Një po kur vdiq nana, pas pak kohë, që më prapë vazhdoja në Kosovë e vija prapët me teshët me gjana që kisha aty, kisha dhe kujshit e njerëzit, po kur vdiq nana pas pak kohë, ajo shtëpi
e mori një biznesmen, nuk duhet ja përmendeni, po t'ja përmeni njërin tonë, nuk ka ne problem. Ai biznesmeni rregulloi diçka me shtetin, se nuk e di tash se nuk I doli privati asaj vërteset, e bleu si çabani puna e tij. E rregulloi diçka me shtetin ai biznesmeni, dhe ne na pagoi qiran për një vit. Se cilët familjar, gjithë familje që ishim aty, ja 12 familja zisa këtë kenë. Pra, ju nxori nga godina dhe ju pagoi qiran, e qartë, po? Po, për një vit, që dilmin nga shtëpia na. Ja lironim atij biznesmenit, se ai tani ka bë një market aty. Ka bërë Është pranë biznes. kishës madhe të Shkodrës, në drejtim të krahat e kishës madhe. Aty ka bërë një biznes, ai është një market I madh. Ndërsa disa familje që kishin letrat I ka kompensu me dhomë, kuzhina, po ku diun se çfarë. Ndërsa ne jo, se ne nuk I kishim letrat për takse. Nuk kishte kush dokumenta. Fatkeqësisht, e kuptoj, nuk dispononin. Ishte shteti. Po, Të jam në tjera që I takojnë atyne, ama për ne nuk kujdes kudo që do ta merrni ju, në tesën ne do ju paguaj nga ka kampionari një vit qiran. Edhe ashtu ba, unë zgjolla në një vend, ma pagoj për një vit, ma sa me nuk më interesote ma, as për një as për tjerë. Kështu që unë meta e vetme, me qira, sa në një vend, aty filloj të eshtu falë qiran, I zoti shpis, më dëshirosh, as nuk isha mundësi ta paguaj. Se faktikisht unë isha punoja në Kosovë, edhe vija në shtëpi këtu, vija, si ku kisha orë gjithmonë, pak në është ajtje ma pak, se sa ku kisha në gjallë. Edhe më desh me shku një shtëpi tjetër, masë me unë denosa krejt, që visha nga Kosova këtu. Ka bëj 7 vite që ka marrë komplet nga Kosova. që e shkëputur. Edhe atje që punoshon, atje nuk isha me letra, nuk isha me siguracione, se do të bëhesha pjesëtare e Kosovës. E qartë, punoj në të zezë, e kuptoj. Shteti që t'isha me letra të drejta. Ato donin shumë gjana, nuk jaken, që venosa të vit. Ke 7 vite që je kthyer dhe jeton në Shkodër. Po, 7 vite, edhe jetoj me shtëpi me qira. Kjo I takon tjetë e treta. E treta shtëpi. Ama këtu ku jam, kam kënë shumë njërë qira, nuk e kam pas shtrejt, por jeta është pak e vështirë. Patjetër. Sepse më shkoj qyse erdha, vim kështu në to që quhen to bankat. I merr kredi, vit pas viti, dhe tash I çavasha, marrsha një kredi, lasha gjysmën asaj tjetrës, ishto. Se rrogat ishin të vogla, unë s'isha adoptu, domethënë, një shtëpi me qira, nuk më ishte takushëm që të paguajve. Se te nana na ja pa qira. Edhe aty ku shkova na ja pak dhe shkova prapë te nana. Ndërsa qysëm diçka unë jetova me qira. Pas atij viti që kaloi, pagesa atij zotni që na bani pagesën për një vit, unë atëherë jetoja në shtëpi me qira vazhdimisht. Unë s'pata libertie, në Kosovë kisha shtëpi me qira, po ishte shumë e mirë praktikisht. Edhe këtu shtëpi me qira s'mund t'i përballoja, kështu që u ktheva komplet. Edhe ama me një nans, po thunë se ky ka kenë, që të vinë shtëpi, mos rrijat me vetme. Ke kërkuar ndihmë në Bashkinë e Shkodrës, je vetme tani, je 61 vjeç dhe nuk arrin dot ta përballosh jetesën dhe të kuptoj drejt. Domethënë, çfarë do lloj rroge që mund punon aktualisht e dashur Gjustina? Po, punoj në një fabrikë puncë. Tamam tek Temi Goleni, që vëtë zëpënja, të zëpënjë Temi Goleni, por gjithësi rrogat janë pak përshtatshme për t'i përballu jetesat. Çmimet rriten çdo ditë. E vërtet. Unë të mlanë takati ma mirë me thashim çdo ditë, se do buj nga kam, se nëna ka pas bujt pak nga kam, më tjera gjenetike kja. Më sa në puni pa të kam që më blokohen me gjujt. Po, kur jam lëvizjet e puna, kaloj ma mirë, nësa kur vinë shpi gjatë natës, po thunë se rripa gjumë, se këto krijojnë problemin e tyne. Ke shkuar në bashki, të kërkosh ndihmë për situatën në cilën ndodhesh? Po, zonja e veta, kam shku edhe para sa vitesh, që se jam këthy, po thmi se një vita, mas 2 vitesh jam këthy, kam shku, kam ba një kërkes aty, nuk më shmirë atu, nuk më tas mirë kush, sepse ta, ku ta shkujnë emrin, problemin që ke, do të thasin vetë, thaj. Unë nuk e di pse shkoj pa mësirë atër, nësë nuk ka thirë kush. Kam shku, ku ka kejnë zonja Vëldana Ademi, se është kjo e bashkisë. Bile sa I kam lonë edhe një letër, ja kam që me post, ja kam tregu krejt halet, në shalë më nditoj se sa ju, as një loj përgjigjet, edhe numrin e telefonit e ka pas, as një loj përgjigjet. Erdi pasaj nuk e di cili ka, nuk duket kë spahia, bar spahia, se ja qutave. Edhe thash, hajde shqyqy se erdi zëpni Benedeci,
është punon për Shkodrën, ka punu për Shkodrën, është për Dulap Druse, e ka marrë një gjendje shumë të dobët. Edhe me këtë nuk kam pasur kërkesë. Por tash që më desh me dalë për shtëpijet, i shkrova në Messenger, ja tregova halin shkurtimisht, i tregova dhe kërkesat që kam bërë, dhe ju luta thasë çfarë mund të bëj, se nuk mund ta përballoj vetë me qeran, drita, ujë, kredi, edhe për më hanë edhe për me piun, edhe i shkrova praktikisht një diçka që nuk do të më shkruaj, por nga hallit vjen gjithçka. Mi thash zoti kryetar, unë nuk më kam me gjatë tjetër, nuk bumi madhe, nuk pitoj më asgjë, përveç se unë t'i qoj gjitha rrobat që kam, te kura buzë që jetojnë një grup atje, janë një grup, ne nuk do të gjykojmë as këtën, po janë një grup që jetojnë mbedin atje, sa shleti marrin ata si duhet në rendit, unë po shkoj po hapi i bodhi minans, po futem me gjallë, edhe të bëhet, ndoshta personi vetëm, ose çështje vetme, jo në Shkodër shqipni, po në gjithë botë që një grup, e vjetër, po e që edhe në moshën teme, një grup e dhe, pa kur, pa familje, pa asnjë nim, pa shtëpi, edhe detyrohet që të shkoj vetëm të hirë gjatë i vorinon, se nuk ka që të bëjt tjetër, po nuk ka zgjidhje tjetër. Po vetëm kjo kam vetë. Deri tash kam luftu me jetën, e kam përballë, kam ecë përpara, tash janë shtretu shtëpia zonja Drita. Në 150 janë shtëpia në Shkodër. Unë nuk kisha pas më tepër se 100.000 lekë vjetra. Edhe ato me shumë domethënë mushkim. Se duhet pagu deri në vitin 2028, unë kam qëro atë kredin që do pagu. Nuk janë shumë për komunion, po se janë 86.000 lekë vjetra. Bashkë me bankën, 85 në shkredia, 1.000 lekë në banka në çdo muaj, edhe shkojnë 86. Edhe shtëpia thash 100, atëherë çfarë veprojnë, lekë të projnë çfarë do, po të paktën të t'i kryjnë, pa shumë e vështirë. Nuk gjejnë 100.000 lekë shtëpi. E tash Justina, unë e kuptoj. Asnjë gazoniere nuk e gjejnë. Të kuptoj shumë mirë gjendjen dhe situatën në të cilën ndodhesh. Do dojë që ditën e sotme gjërat kur bëhen mediatike, zëri është më i fortë realisht i qytetarit. Besoj që zëri i qytetarit bëhet më i fortë kur çështjen e çon mediatike apo dhe në platforma të ndryshme. Kush është mesazhi që do përcjellje sot për bashkinë e qytetit të Shkodrës? Ndoshta çdo bashki, jo ndoshta, por çdo bashki ka një fond emergjence për raste emergjente ku mund të ndihmoj një familje në nevojë dhe sidomos rasti juaj që je një grua e vetme, nuk ke një bashort, nuk ke fëmijë, nuk ke prindër, je vetme fare dhe një bonus qiraje mund ta përfitosh nga bashkia e qytetit të Shkodrës. Kush është mesazhi që do përcoje sot? Diçka se harrova, më kujtuat ju. Vitin e kaluar, tetor nënor, shumë vitin e kaluar, se në këtë muaj, po thoni se tetorës e nënor bëhet aplikimi për shtëpia. Dhe vitin e kaluar e kam bërë, faktikisht. Ti aplikuar. Po jo se kam shumë një kërkesë zoti Benetit, kryetarit. Po vetëm e kam bërë aplikimin, edhe ajo zonja që mban një aplikimin më sa kështu. Ajo është një zonjë në rrugë, por ama diçka keq kuptuar me këtu. Ajo më sa Justina tha, tani e bën aplikimin, po i thashun, krybi aty, ishin në atë letër, edhe mora një letër, nuk e dija kam, apo se kam tu, se duhet të kem. Unë praktikisht kërkova 2 gjëra. Njërin nga të dyja, se duke pa që problemi shtëpiave është në rritje, domethënë që njerëzit janë shumë për këtë çështje, i thash paktën se unë nuk e dija që do dalë, të thon drejtën. I bona gjitha mirë, sa mua ajo zonja e bashkisë, mirë ta Justina. Thash, po kush do të thrasin? Tash këtu ta ku shkrovi letrat, do të thrasin vetë ata, nëse do ta shohin të arsyeshme, po më fal, lutem. Unë kërkova ose kompensim për një vit, nuk e di se si quhet ajo, për më pagu qeran, që të lirohen pak dal nga kjo gjendje, ose shtëpia është më kryesore, e thash, po shtëpia nuk keni, o thash shtëpia nuk kena, se nga ka i fondje, nuk e di që mbas çfarë e zonja, po sa të munohemi tha. Dhe shë njëna o tjetra, që të dalin, tha, si ta shohin të arsyeshme, grupi që do mlidhet për këtë punë. Mirë, unë sa do flas fjallet e tjere me që diktohet problemet. Mirë, thash falenderoj shumë. Edhe erdhën shpiu në kryeja punë, vazhdoa punë një ditë në japa punë, në kryeja punë, kur po vjen puna, nuk e di, tash e kisha në këtë WhatsAppin dhe kush e di që e kam shkruar që ka postë diqa dhe jam mirë ato, a di që tjërë. Edhe po më shkru mu. Justina tha, nuk ka pas shumë përshtypje, tha që nuk ka pas të emrin tanë, tha.
Thashëm falë, zonja Filania s'ka problem, thashëm falë, lutem. Nuk ke pasi më pasë, mu s'm ka thirë kush. Po si s'kam thirë jo, thashë. Po do të kisha orë drejta me ba ato aplikimet, ato rregulla tjera. Thashëm nuk më kemi thamë, jenë shumë keq. Po të më kishte thirë dikush, telefonin nuk kam thonë që në gjithë ditë nuk e majnë punë, telefonin e kam shtëpi, do të më kishte thirë dikush. Pra ti nuk e shkuar të aplikosh, e kuptova, dhe e humbe aplikimin, nuk e bëre dot aplikimin. E humbet, edhe e losh me aq. E losh me aq, me ardhi disa notë edhe prej vetit, se po të më thirë dikush do të kisha shku. Por gjithsesi është momenti që... është momenti që me këtë mesazh që përcolle, bashkia uroj e Shkodrës na dëgjoi dhe pa dyshim që duke bërë një aplikimi regjistrim mund të fitosh një bonus qiraje që mund të marrësh frym ti më lirshëm, le të themi, se kjo është ajo që ti kërkon. Po më shpirt. Po më e dashur drejta, po tash do të dal. Kjo ishte bomba tjetër. Po do të dal prej këtu. Zonja më ka thënë e ka shtyr me 1, me 5, me 10, me 15. Ajo do me bë ato probleme, ka problemet e saja. Do me qume agjensi, do me shipu, me vlerësu, mund tjetë për të regullu e tjera, sa është banese vjetër, kuptohet e ka jeshme. Nërsa unë nuk e di atër, me që më erdhe edhe kjo punktu që më tha zonja për medal, i shkova Zotni Benetit, kryetarit bashkisë. Aktual. E lexoj, nuk më ka kësy përgjigje, shkova e takova, ja losh numrin, se kisha harru për numrin këto, ja losh numrin në dorë, edhe emri thashë, Zotni kryetar, dhe kujtohet, sa ta shoh kisha emri, dhe kujtohet se me ke keni shkru, se nuk e thosha në si të njerëzve tjera aty. Tu shku në shtëpi, e kam prit qysh në orën 9, deri në orën 3 pa një qerek, ato zonja më thoshin nuk është këtu. Ai nga doli, nga pallati doli, nga prefektura, nga ajo, bashkia doli. S'ka rëndësi kjo pjesë. Se kush e ka shtëpinë, nuk ja din atë tjetrin. Nuk ka rëndësi. Por ton problemi është që çfarë mund të bëjmë Zotni Beneti se do të dalë këtu, mund duhet shtëpia. Po mirë, ndoshta edhe nga fjala e juaj, që njerëzit mund të shohin apo mund ta dinë që pola me ju, ndoshta dikush do ta vej dorën në zemër ju, më fal shtëpi, po mund të më gjej një shtëpi me qira. Po unë çfarë do të bëj atë? Edhe përfundon edhe aty, kush e di, më thoi për 6 muaj, edhe për 1 vit po të më thojnë kush. Unë nuk kam asnjë gjë sigurt deri tash. Absolutisht. Betohemi, kam bërë për të shohësh me kamerë, kam bërë tana peshat gati. Ne për qese, kam shku kam lek qese, çanta, i kam bërë gati që ku të vi, nëse do të mvinë për me dalë prej këtu, pak të mos pengu esker, këtë marrin vetëm gjanat e mbaja, këtë që në bicikleta avash, ku të më takën për më shku. Po s'ka mas gjatë sigur, zonja Drejta. Unë tash vetëm ba me dalë prej këtu, me dalë me nejnë në vë. Nuk di ku të shkoj. Më lejo të bëj një thirrje unë sot. Qirat janë shumë të mëdha, nuk kam me i pagu. Të besoj. Më lejo të bëj një thirrje për të gjithë audiencën, për të gjithë shqiptarët, sidomos qytetarët nga Shkodra, të cilët mund ta ndihmojnë këtë zonjë të 61 vjeçare me emrin Gjustina Lumaj, e cila ndodhet në një situatë të vështirë, kushdo që mund të ketë një banesë bosh, mund t'ja lërë për një kohë të caktuar derisa dhe ne të lidhim me bashkinë për ta ndihmuar. Bëheni këtë gjë, kushdo që do të ndihmojë këtë zonjë, mund të më kontaktojë në numrin tim të telefonit 069 99 55 693 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. E dashur Gjustina, unë besoj dhe shpresoj që shqiptarët e kanë zemrën e madhe dhe dikush ditën e sotme mund të na telefonoj të ndihmoj ty. Po Shkodranet ashtu kanë kënë dheta, gjithmonë po kanë shumë njerëzit. Shkodranet gjithmonë e kanë pas këtë njërësim. Dhe besoj të ta kenë, në i lutem edhe Sofiben e Becit, me gjithë respektin që kam për atë njeri për punën që banë për Shkodrën, mos ta harroj këtë pjesë, këtë kategori të grave që janë të vetmume. Pas njëri pa për kraja që ma tepër dhe pashtu. Të t'i lutem shumë i lutem. Ju falenderoj shumë se drejta është durova për të njëta në durova. Ju falenderoj shumë për këtë pjesë që ndatë me mu dhe për këtë halë që ndatë me mu. Zoti ju bërkoj. Ju me qëtë ata që të të njëmojnë. Ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt, dua t'i fshish ato lot, mos të dorëzohesh, ja ke dale vetme për gjithë të vite. Jam lopë, zonja Drejta, kam shku lagje, tu qa, tu kërku shpi. Lagje, dikun janë të ramren, dikun janë të nëzanuna, dikun tjetër nuk i qojnë heq, janë jashtë, nuk i qojnë. Edhe njerëzit që më ka njohë babi, nanën, janë interesu dhe shokët e puna. Po është qëroja shumë i natë, nuk mund të apërbaloj dorë.
Të besoj. Prandaj po Nuk e them, provoj. mos u dorëzo, e kuptoj që po ke vuajtur, po ke ditur t'ja dalësh, do mbetemi bashkë në kontakt, do bëj më të mirën për ty, sinqerisht, a them me zemër, Falenderoj zonja Eldeta, je shumë e respektuar në Rume për mua. dhe të përqafoj Shumë të falenderoj. dhe të puth nga Tirana, do mbetemi në kontakt. Edhe unë të puth zemër. Zotë beko, Faleminderit, bashkë me familjen tonë. mirupafshim. Mirë bashkë me dashur. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Kushdo që na ndoqi dhe u prek nga 61 vjeçarja Gjystina Lumaj, jeni të lutur të gjitha ndihmoni këtë grua. Kush dëshiron numrin e saj mund të më telefonoj mua në numrin tim e përsëris edhe një herë 069 99 55 698. Ju bëj thirrje gjithë qytetarëve shkodran që mund të kenë mundësi, që mund të kenë një shtëpi dhe janë emigracion, që e kanë të kyçur, mund t'ja lënë kësaj zonje për një kohë të caktuar, pasi situata është vërtet emergjente, ajo mund të ngelet në rrugë të madhe. Uroj dhe shpresoj që dhe Bashkia e Shkodrës të na ndjekë ditën e sotme, të marrë njoftime nga ky live dhe të marrë masa për Gjystina Lumaj dhe urojmë të bëhet më e mira për të. Ju falenderoj dhe juve që qëndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Ne do të jemi bashkë nesër me një tjetër histori, por kushdo që ka një histori për të rrëfyer, ka një eksperiencë të bukur për të ndarë, ka një denoncim për të bërë, mund të më shkruaj në numrin tim të telefonit ose të më dërgoj mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë adresat e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me zërin e qytetarit, me histori të dhimbshme, reale, njerëzore, histori shqiptare. Faleminderit dhe për mbështetjen tuaj. Takohemi nesër, mirupafshim.